Njerëzit e mi, dua të shpreh një mirënjohje të thellë dhe respekt për të gjithë ata të qytetarë që për 25 ditësh ndodhen sot në shesh, për atë rini e cila ka një energji e cila nuk ka të sosur, për ata prindër që protestojnë me fëmijët e tyre, për gjyshët që ngren zërin. Dhe dua t'i them, o njerëz të mi, që ky është vetëm fillimi, sepse e mira duhet akoma të vijë. Nëse duam sa do pak të vend, të bekuar nga Zoti, që të parë tanë në Erlan, duhet ta shpëtojmë. Ta shpëtojmë për fëmijët tanë, ta shpëtojmë për të ardhmen tonë, ta shpëtojmë për familjen. Sepse Shqipëria është marrë pengo, njerëz të mi. Shqipëria ka nevojë për frymarrje. Shqipëria ka nevojë të jetë Shqipëria e shqiptarëve, dhe jo hajdutëve, maskarejve e tradhtarëve. Njerëz të mi, qëndroni besnik këtyre dy ngjyrave, kuq e zi, sepse këto dy ngjyra nuk kanë tradhtuar asnjëherë këtë vend e këtë kohë. Dhe çdo betejë të hequr nga ky flamur është fituar. Sepse kur protestojmë për të flamur, protestojmë për Shqipërinë, për gjëmat e shtrenjtë që kemi, atë dhe unë. Dhe në momenti që kemi një atë dhe, kemi një shtëpi. Ju dua fort të gjithëve.